Xhafer Bajo dhe Grisel Taulla janë dy autorët e dyshuar të tentativës së vrasjes përmes një atentati me eksploziv ndaj Mirash Gjikolës, ngjarje e shënuar me 5 shkurt të këtij viti në Konispol. Policia e Sarandës njoftoi këtë të diel se ka arritur të zbardhë plotësisht ngjarjen e ndodhur disa muaj më parë dhe ka shpallur në kërkim dy të dyshuarit. Hetime kanë treguar se Xhafer Bajo është autori kryesor i planit për vrasjen e 57 vjeçarit përmes vendosjes së një sasie tritoli në automjetin e tij. Sipas të dhënave, 39 vjeçari hyri në borrin e banesës së Gjikolës dhe vendosi eksplozivin të lidhur me një telefon celular brenda makinës së shënjestrës. Fatmirësisht bomba artizanale nuk shpërtheu për shkak të një keq funksionimi në lidhje me kapsollën. Pas atentatit të dështuar, Mirash Gjikola ka denoncuar ngjarjen në polici dhe ka dhënë edhe dyshimet për arsyet e tentativës për ta vrarë, ku si pjesë kryesore dyshohet një plagosje ndodhur disa vite më parë në Lezhë. Për shkak të kësaj ngjarjeje, ai është vendosur për të jetuar në një fshat të Konispolit. Xhafer Bajo dhe Grisel Taulla do të përballen me akuza për vrasje me paramendim, si dhe për mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Policia bën më dje se vijon puna intensive për lokalizimin dhe arrestimin e dy personave të shpallur në kërkim. Paralelisht vijon hetime për identifikimin e personave të tjerë që mund të jetë përfshirë në atentatin e dështuar.